Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka bërë të ditur se javën e ardhshme pritet të zhvillojë takime me përfaqësues të Danimarkës me fokus situatën e krijuar rreth Groenlandës. Këto zhvillime vijnë në një moment tensioni të shtuar brenda NATO-s pas dekadave dhe kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me mundësinë e marrjes së kontrollit mbi territorin arktik. Sipas autoriteteve të Danimarkës dhe Groenlandës, është kërkuar një takim urgjent në nivelet ministrash të jashtëm, duke parashikuar se çdo përpjekje për pushtim apo aneksim nga një vend aleat do të përbënte një goditje serioze për vetë aleancës perëndimore dhe arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare të ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Duke folur për mediat në Washington, Rubio shmangu një përgjigje të drejtë për drejtë mbi pyetjen nëse administrata Trump do të ishte e gatshme të rrezikonte unitetin e NATO-s përmes një skenari ushtarak. Ai theksoi se nuk kishte momenti për të komentuar mbi ndërhyrje apo qëndrime konkrete, duke nënvizuar se bisedime me palën daneze do të zhvillohen në kohën e dur dhe se aktualisht nuk kishte detaje shtesë për të ndarë publikisht. Ndërkohë Franca ka reaguar duke bërë të ditur se po bashkërendohen qëndrimet me partnerët e saj europian për një përgjigje të përbashkët në rast se SBA ndërmerr hapat konkret drejt pushtimit të Groenlandës. Ministri i jashtëm francez Barrot ka theksuar se Parisi synon të veprojë me vendosshmëri, por gjithmonë në koordinim të plot me aleatët europian për të ruajtur stabilitetin dhe rendin ndërkombëtar.